Të shikojmë sot në mesjavë se si ndihet vajza, gjendja e saj, situata e saj. Pas gjithë dramave që ka kaluar, apo traumave, apo atyre pak gëzimeve me pikatore. Dhe në fakt ka ardhur kjo letër, e cila tregon një person që duhet të ndryshojë. Duhet të ndryshoj për shkak se gjendja e saj, nëse do të vazhdoj kështu, do të vazhdoj kështu, por mund të bëhet edhe më keq në të gjitha llojet e drejtimeve. Atëherë po ta shikosh me vëmendje këtë letër, shikon një person tamam, një person, le të themi, në thonjza i çmendur, që nuk di ku është dhe nuk di çfarë drejtimi do të marrë. Një person që është trënditur nga ana psikologjike, nga ana shpirtërore, nga ana e zemrës, dhe vazhdon me këmbgulje të ri të mbajë këtë pozicion duke qëndruar besnik dikujt që e ka vrarë, e ka dërmuar në të kaluarën e vet. Kjo nuk është as pak gjë e mirë, sepse është në dëm të vet personit, është në dëmin e vajzës. Çdo gjë që ka ikur, por puna është që mos të rëndohet më tej situata e kësaj vajze, e kësaj goce. Është çmenduri të rish, ngujuar, duke shpresu tek një person i cili nuk është më me ty. Për mua, intuita më thot se këtu ka ngelur vetëm një këpucë. Për mua janë vetëm kujtimet që kanë ngelur nga ai person i cili është larguar. Dhe hijet e këtij personi akoma e ndjekin vajzën, por ai nuk është më. Nuk mund të ndërtohet jeta dhe ardhmja mbi kujtime, goca. Hapni sytë dhe reagoni. Ciao.